Mamaja e së Kololdashit, 13 vite pasi biri u largua nga jeta, ka treguar detaje që kanë lënë pa fjalë shqiptarët kudo që ndodhen. Teksa flet për momentin e fundit me Sokolin, ajo kujton. E përcollat e dera të ditë, më dha të puthurën e zakonshme në ballë dhe iku e nuk u kthye më kurrë. Unë nuk dola 2 vite gjysmë nga pragu i shtëpisë, më thash shpirti, po për një gjë jam me fat. Nusja e Kolit, së bashku me djemt, i jetojnë me mua dhe kjo më jep një motiv për t'jetuar. Midis të tjerave, mamaja së Kolit ka ndarë historinë e jetës së saj që ka çuditur mira vetë, duke treguar se vetëm një grua e fortë di të falë aq shumë. Bashkëshorti i saj, babai i së Kolit, është ndarë nga Kozeta kur ajo i kishte 2 djemt e vegjël. Më pas, babai i së Kolit është martuar përsëri dhe ka krijuar një familje të re. Por, për çudi, shumë vite pas ndarjes, ai bie telefonit dhe i bën ish gruas një kërkesë të çuditshme. Mamaja e së Kololdashit kujton. Më merr ish burri në telefon dhe më thot se donte të bënte një vizitë tek shtëpia ime bashkë me gruan e tij, sepse nipi kishte ditëlindjen. I thash, unë nuk jam si ty, unë di të fal dhe pranova të vinte në shtëpi bashkë me gruan e tij për të uruar nipin. Por nusës së Kolit i lash një porosi. I thash, të lutem, atë ditë do të shërbesh vetëm ti. I prita për ditëlindjen e nipit, i respektuam e më pas i përcollëm. Kjo histori ka lënë pa fjalë mira gra, sepse këtë veprim nuk mund ta bëjë çdo grua, sepse është një veprim që kalon kufijtë e normales. Por me sa duket, mamaja e së Kololdashit ka cilësi të jashtëzakonshme që rrallë mund t'i gjesh.